Të diela në banorët e Sreckës, Mushnikovës, Gonja Selës, Prevallës dhe qytetarë të tjerë protestuan për veprimin e Ministrisë së Ambientit për pikëndalimin në rrugën regionale. Almir Velia, i lidhur me këtë rast, gjatë kësaj proteste, ka apeluar se qëllimi i vendosjes së rampave në pikëndalim që është paralajmëruar është në kundërshtim me Kushtetutën e Kosovës, sepse ndalon lirinë e lëvizjes së lirë të qytetarëve, e drejtë e garantuar me kushtetutë, kurse këtë liri u ndalon banorëve të asaj ane. Ai me këtë rast ka theksuar se në emër të banorëve të kësaj ane ftoi ministrën Pacolli që të ndalojë këtë vendosje të lahurës dhe ftoi që kjo mos të ndodhë. Pjesa e tynve këtu po na kallzon që diçka o ka përzihet. I bëj thirrje ministres Vitore Pacolli të vjen në Mushnikov, në Kornesell, në Prevallë, me na prezantu çka po planifikojnë me bë këtu. Sepse asnjë debat publik s'ka pas me qytetar ku jetojmë na, me vendo. I bëj thirrje ministres që sa më shpejt të vjen edhe me na kallzu të vërtetën se çka o ka ndodhur. Na nuk jemi kundër rampave, jemi për rampa në Parkun Nacional. Jemi për rampa si në Brezovic që ka. Brezovic unë po shkoj me familje për qefe. E për qefe paguaj rampën me 3 euro. E kjo është rruga magistrale. Nuk mundesh me paguajë. I bëj thirrje qeverisë, i bëj thirrje ministres, i bëj thirrje edhe komunës nëse diçka edhe ata janë me këto leje për to, po kemi dëgjuar që nuk ka leje. Edhe një herë, thirrje për zonjën Emilia Rexheçi. 5 vite e konë qeveri, 5 vite. 3 vite të fundit, unë personalisht jam konë me to, kam bashkëpunu me to, asnjë përgjigje për këtë rast. Facebooku, ku e kam qitë paralajmërim para 2 vite për këtë ram, kërku s'ka reaguar. Drugi problem kod nas i onako je problem radna snaga na Prevallë. Znači, a ovdje ako počnemo na rampa, da kasne dole, gore, na dolazak, još 2 sata mi ne možemo da radimo, mi moramo da zatvorimo. Mi ne možemo da živimo. Nuk ka ligje që në magistrale të vendoset të rampa, sepse kjo vërtet s'ka kuptim. Pas kësaj, ministra Vitore Pacolli fton në qytetarët për protestë të qetë dhe pohon se do të bashkëbisedoj për vendosjen e kësaj lahure. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25-she.